Kurrë mos i fshihni parat në këto vende të shtëpisë. Për shumë njerëz, ruajtja e parave në shtëpi është një nga zakonet më të mira për të mbajtur gjithashtu edhe kursimet më të vlefshme. Por ka disa vende të ndaluara në shtëpi kur nuk duhet i lini asnjëherë parat të tuaja. Së pari, mos i lini asnjëherë parat në pajisjet elektrike ose ato të vjetra. Nëse po mendoni t'i fshihni parat brenda pajisjeve ose ndonjë celulari të vjetër, atëherë mos e bëni, pasi ka mundësi që pajisjet të tërheqin interesin e hajdutit si objekte sepse shumë njerëz i përdorin këto teknika. Së dyti është dysheku dhe arsyeja është e dukshme. Është streha klasike e numrit të madh të hajdutëve që kontrollojnë të parin. Ju nuk keni dëshirë që të bëni edhe keq parashikimet. Zgjedhjet e ardhshme shumë të këqija mund të jenë gjithashtu edhe parat në ambientet kur qëndroni. Ideja dhe vendet e sigurta megjithatë mund të jenë të ndryshme. Lodrat e fëmijës janë një zgjidhje shumë e mirë ose edhe pelina, të cilat mund t'i mbani si një kursim më i mirë.